Historia e zgjedhjeve në Kosovën e Lirë ka filluar në vitin 2000 me organizimin e zgjedhjeve të para për kuvendet komunale dhe gjatë kësaj periudhe 26 vjeçare janë organizuar 11 procese zgjedhore për kuvendet e Kosovës, po llogarisim këtu edhe procesin e 7 qershorit, 8 procese zgjedhore për kuvendet komunale dhe 6 të tjera për kryetarët të komunave. Nga viti 2007, zgjedhjet lokale për kryetarët të komunave dhe për kuvendet komunale organizohen në të njëjtën ditë. Pra, në përgjithësi në nivel vendi janë 19 procese zgjedhore, 11 për kuvendin e Kosovës dhe 8 të tjera janë zgjedhje lokale. Nëse në statistika, përveç zgjedhjeve në nivel vendi, përfshim votimin apo rivotimin në ndonjë komunë të caktuar, numri proceseve zgjedhore të cilat janë organizuar dhe mbajtur në vendin tonë është rreth 50. Përkthyer në ditë të zgjedhore, pra kur qytetarët kanë votuar qoftë në zgjedhje në nivel vendi apo në ndonjë komunë të caktuar, bëhet fjalë për mbi 40 ditë zgjedhore. Disa nga këto procese zgjedhore kanë pasur datë të njëjtë të votimit. Për shembull, në vitin 2007, zgjedhjet lokale dhe parlamentare janë mbajtur në të njëjtën ditë.